Në dasmën e motrës kuptova të vërtetën. Dita e dasmës së motrës ishte thjesht një ditë e zakonshme për familjen tonë. Ishte një festë që kishte mbledhur të gjithë të afërmit, shokët e fëmijërisë dhe miqtë më të ngushtë. Shtëpia e nënës ishte mbushur me zhumë të këndshme, me aroma të ëmbla të gatimeve tradicionale, me zhumën e gotave që përplaseshin dhe me tingujt e muzikës që ngjiteshin nga obori. Por asnjë aromë, asnjë tingull nuk mund të kishte parashikuar atë që unë do të zbuloja atë ditë, një sekret që kishte qëndruar i fshehur në buzëqeshjet dhe përshëndetjet e zakonuara. Ishte mëngjesi, kur gjithçka filloi të dukej normale. Vëllezërit dhe motrat e mi ishin të zënë me përgatitjet e fundit. Unë, si motra më e vogël, ndihmoja me detaje të vogla, por zemra ime ndjehej e çuditshme, sikur diçka të më priste. Nuk e dija se ajo ditë do të shndërrohej në një udhëtim emocional, që do të ndryshonte mënyrën se si shihja familjen time dhe marrëdhëniet e saj më të afërta. Kur mbërritën mysafirët dhe atmosfera u ngroh, të gjithë u grumbulluan në oborin e shtëpisë për fotografitë tradicionale. Drita e diellit shpërthente mbi fytyrat e qeshura, dhe unë ndihesha njëkohësisht e lumtur dhe nervoze. Nuk kisha arsye të jem nervoze, thjesht një ndjesje e çuditshme që nuk mund ta shpjegoja. Ai moment i paharrueshëm ndodhi kur Dhëndri, mashkulli që tashmë ishte bërë pjesë e familjes sonë, u afrua për të më përshëndetur. Ai ishte gjithmonë i sjellshëm, me një buzëqeshje të ngrohtë që i bënte njerëzit të ndiheshin të qetë pranë tij. Por atë ditë, diçka në mënyrën se si më shikonte, mënyra se si buzëqeshte për mua, nuk dukej e zakonshme. Nuk ishte thjesht respekt apo mirësjellje familjare. Kishte një diçka më shumë, një ndjesi që nuk mund ta mohoja. Gjatë gjithë ditës, sytë e tij më ndiqnin në mënyrë të çuditshme. Nuk kisha ndjer kurrë këtë lloj vëmendjeje. Jo as kur isha vetëm e rrethuar nga miqtë e mi. Fillova të vërej detaje të vogla. Si ai kujdesej që të më ulte këndin kur merja fotografi. Si ai e përqendronte bisedën e tij më shumë tek unë se sa tek motra ime. Në fillim e shpjegova si rastësi, një respekt i veçantë për motrën time, por ndjenja brenda meje nuk më linte të qetë. Në mes të ceremonisë, kur festa ishte në kulmin e saj, dhe të gjithë vallëzonin dhe qeshnin, ndjeva një trazim të brendshëm të papërshkrueshëm. Një mik i afërt më përshëndeti dhe, duke vëzhguar Dhëndrin, më tha me një gjysmë buzëqeshjeje: "A e ke vënë re se si ai të shikon ty më shumë se motrën tënde?" Fillimisht qesh, duke menduar se ishte thjesht një shaka, por një ndjenje e thellë brenda meje më bëri të shikoj sërish. Dhe atëherë e kuptova, nuk ishte shaka. Ai më përshëndeti sërish, dhe për një moment të shkurtër, sytë tanë u takuan dhe unë ndjeva një tërheqje të ndaluar, një emocion që nuk duhej të ekzistonte. Zemra ime filloi të ra më shpejt, ndërsa mendja ime ishte e mbushur me konfuzion dhe frikë. Çfarë po ndodhte? A ishte e mundur që mashkulli që po martohej me motrën time të ndjente diçka për mua? Kur nata zbriti dhe drita e qirinjve krijonte hijet mbi fytyrat e gëzuara, unë ndjeva një nevojë të pakontrollueshme për të qëndruar pak larg, për të kuptuar më mirë se çfarë po ndodhte. Vëzhgova secilin moment të tij me motrën time dhe secilin moment të tij me mua. Çdo buzëqeshje, çdo prekje rastësishme, çdo bisedë gjatë me mua, filloi të merrte një kuptim të ri. Në atë moment, e kuptova të vërtetën që do të ndryshonte gjithçka. Dhëndri nuk e donte vetëm motrën time. Ai ndjente diçka të veçantë edhe për mua, një emocion i ndaluar, një ndjenjë që nuk mund të flitej, por që ishte aq i fortë sa që mund të ndjehej në heshtjen mes zhurmës së dasmës. Ky zbulesë e tronditi shpirtin tim. Nuk e kisha imagjinuar kurrë se një ditë e tillë, një ditë e mbushur me lumturi për motrën time, do të shndërrohej në një rëmuj të brendshme për mua. Çfarë do të bëja me këtë të vërtetë? Si mund të vazhdoja të gëzoja për motrën time, kur zemra ime po dridhej për të? Ndërsa nata vazhdonte dhe festa arrinte kulmin, unë u gjenda tërësisht e zhytur në emocionet e mia. Çdo detaj i tij më dukej i ngrohtë, çdo fjalë e tij më prekshme, dhe unë fillova të kuptoj se dashuria mund të jetë ndaluar, por ndjenja nuk mund të ndalohej. Kështu filloi një udhëtim i brendshëm, një histori e fshehtë që do të formonte çdo mendim, çdo ndjenjë dhe çdo zgjedhje që do të bëja në ditët në vijim. Një histori që nisi në dasmën e motrës dhe që kishte fuqinë të ndryshonte jetën time përgjithmonë. Dasma e motrës time kishte nisur me një atmosferë magjike, si në përalla. Shumë kush e kishte vlerësuar ambientin, dekorimet, muzikën dhe bukurinë e çiftit. Por për mua, gjërat nuk ishin aq të thjeshta. Ndërsa shikoja motrën time me fustanin e saj të bardhë, duke qeshur dhe duke u përqafuar me të gjithë, zemra ime filloi të ndjehej e rënduar nga një ndjesi e çuditshme. Nuk ishte xhelozi, as inat, ishte një ndjenjë e pazakontë, një parathënie e një zbulimi që nuk e prisja. Kur Dhëndri i saj u shfaq në prag,
i veshur me kostumin elegant, dhe hapi buzëqeshjen e zakonshme, një pjesë e imja filloi të dridhej pa arsye. Ai u afrua tek unë, jo për t'u përshëndetur thjesht si afërmi i arshëm i motrës, por duke mbajtur një kontakt sysh të gjatë dhe një buzëqeshje që nuk kishte nevojë për fjalë. Në fillim e shpjegova si rastësi. Ndoshta ishte natyra e tij e sjellshme, por mënyra si më vështronte, duke qëndruar pak më gjatë se ç'duhej pranë meje, filloi të më shqetësonte. Gjatë gjithë drekës dhe bisedave me mysafirët, unë ndjeja praninë e tij gjithmonë të ngjitur, një hije që ndiqte çdo hap të imi. Ndërsa shikonte motrën time, ishte e qartë se dashuria dhe lumturia ishin të sinqerta. Por, kur ai kthehej tek unë, diçka ndryshonte. Nuk ishte vetëm buzëqeshja e zakonshme. Ishte një intensitet që më bënte të ndihesha e vënë në provë, e ndikuar nga një emocion që nuk mund ta kuptoja plotësisht. Pas darkës, kur festa nisi vallëzimin, ndodhi momenti që gjithçka ndryshoi. Motra ime ishte e zënë me partnerin e saj, duke qeshur dhe duke u argëtuar. Unë, duke u përpjekur të përtypja emocionet e mia, qëndrova pak më larg. Ishte atëherë kur ai erdhi drejt meje dhe më ftoi për një vallëzim të rastësishëm. Nuk isha e sigurt në fillim, por diçka në sytë e tij më bindi të pranoja. Ndërsa vallëzonim, ndjeva një afërsi të papritur dhe një tension të pashpjegueshëm. Ai fliste me një zë të ulët, thuajse sekret, dhe unë e dëgjoja me vëmendje, duke ndjer një emocion që nuk mund ta përshkruaja lehtë. Je shumë e bukur se ç'më kishin thënë, tha ai papritur, dhe unë vrita kokën për të parë fytyrën e tij. Nuk kishte kurfar dyshimi në sytë e tij. Një tërheqje e ndaluar, e thellë, e sinqertë që më shokoi. Qëndruam atje për disa momente, duke ndjer një lidhje të papritur. Zemra ime rrihte më shpejt se kurrë. Ndërsa vallëzonim, mendja ime ishte mbushur me pyetje. Si ishte mundur që dikush që po martohej me motrën time, të ndjente këtë ndjenjë për mua? Çfarë do të bënte kjo me marrëdhënien time me motrën? Pas vallëzimit, ai u largua paksa dhe u bashkua me të tjerët, por unë ndjeja praninë e tij gjithmonë. Çdo fjalë, çdo shikim, çdo buzëqeshje e tij më kujtonte se ndjenja ishte reale. E gjithë ditë ishte mbushur me këtë tension të heshtur, një lojë ndaluar që po zhvillohej përpara syve të mi, por që askush tjetër nuk mund ta shihte. Kur festa u zhvendos në obor për ndarjen e dhuratave dhe fotografitë, gjërat u përshkallëzuan. Ai shpesh u afrua dhe e kapi dorën time në mënyra të vogla, rastësore, por që ishin të rëndësishme. Unë fillova të ndjehem e ndaluar, mes lumturisë së motrës dhe ndjenjave të mia për dhëndrin. Ishte një situatë e paimagjinueshme. Në mes të gjithë zhurmës dhe argëtimit, një mik i ngushtë më tërhoqi lehtë anash dhe më tha me një buzëqeshje të çuditshme. A e sheh se si të shikon ai? Nuk është vetëm respekt, është më shumë fillimisht qesh, duke menduar se ishte një shaka. Por sytë e tij më treguan të vërtetën. Ndjenja që unë përpiqesha ta mohoja, ishte reale dhe ndaluar. Pas disa minutash, u gjenda vetëm në obor, duke u përpjekur të kuptoja emocionet e mia. Ai u afrua sërish dhe foli me një zë të ulët, thuajse për të mos dëgjuar të tjerët. Nuk mund ta mohoj më, diçka mes nesh është e vërtetë. Zemra ime ngriu. Fjalët e tij ishin një goditje e papritur, një zbulim që nuk e kisha pritur. Qëndruam aty për disa momente të heshtura, duke ndjer tensionin dhe ndjenjen e ndaluar që na lidhte. Çdo gjë brenda meje ishte në trazim. Dashuria për motrën, respekti për familjen, ndjenja për të dhe frika nga pasojat e mundshme. Ishte një situatë ndërlikuar, ku çdo hap i gabuar mund të shkatëronte gjithçka. Ndërsa nata përparonte, unë kuptova se nuk mund të shpëtoja nga emocionet e mia. Çdo buzëqeshje, çdo shikim, çdo bisedë e tij më bëri të kuptoja se kjo ndjenjë ishte më e fortë se çdo logjik apo arsye. Dhe kështu, në mes të lumturisë së motrës dhe festës së dasmës, filloi një histori e fshehtë, një histori që do të testonte çdo lidhje, çdo ndjenjë dhe çdo marrëdhënie që kisha në jetë. Ditët pas dasmës së motrës ishin të mbushura me emocione të përziera, dhe unë ndjehesha sikur po jetoja në dy botë të ndryshme. Jashtë, gjithçka dukej normale. Motra ime ishte e lumtur me burrin e saj të ri, familja festonte bashkë, dhe çdo gjë dukej e përkryer. Por brenda meje, gjithçka po rrithej në mënyrë të trazuar, një lumë emocionesh që nuk mund ta ndaloja. Çdo kujtim nga dasma më kthente tek ai moment kur dhëndri më shikoi në mënyrën që askush tjetër nuk e pa. Kur ai pranoi në heshtje se diçka midis nesh ishte e vërtetë. Në fillim përpiqesha ta injoroja. I thosha vetes se isha duke fantazuar, se ndjenja që ndjeva ishte thjesht një iluzion, një perceptim i gabuar. Por gjërat nuk ishin kaq të thjeshta. Ai shpesh gjej arsye të rastësishme për të më folur,
për të më dërguar mesazhe që dukej se nuk kishin asnjë lidhje me motrën time, për të më pyetur për gjëra të vogla, për të qeshur me mua. Çdo mesazh i tij më shkaktonte trazim, një tërheqje të papërshkrueshme që nuk mund ta mohoja. Një mbrëmje, pas një darke familjare, ku të gjithë ishin mbledhur për të festuar fillimin e jetës së re të motrës dhe dhëndrit, u gjenda vetëm në kuzhinë duke pastruar gotat. Ai erdhi pas meje, dhe për një moment të shkurtër, heshtja u bë e rëndësishme. Ai tha vetëm një fjali: "Dua të flas me ty, larg syve të gjithëve." Zemra ime filloi të rrah me shpejtësi. E dija se momenti që po vinte mund të ndryshonte gjithçka. U zhvendosëm në balkon, larg zhurmës së brendshme dhe diskutimeve të familjes. Ai më shikoi dhe, për herë të parë, pa asnjë fshehje, tha: "Nuk mund të gënjej më. Nuk mund të vazhdoj të bëj, sikur nuk ndjej atë që ndjej për ty." Zëri i tij ishte i qetë, por fytyra e tij tregonte një konflikt të thellë. Unë u ndjeva e shokuar. Çfarë do të thosha? Si do të reagonte motra ime nëse do ta dinte? Dhe, më e rëndësishmja, si mund të mbaja distancën pa e lënduar atë ose veten time? Ai vazhdoi: "Çfarë ndodh mes nesh është ndaluar, e rrezikshme, por unë nuk mund ta mohoj. Çdo herë që të shoh, çdo bisedë me ty, ndihem më i gjallë, më i plot. Nuk mund të vazhdoj të jetoj vetëm me iluzionin e një marrëdhënieje, që është e vërtet për dikë tjetër." Në atë moment, unë ndjeva një trazim të jashtëzakonshëm. Zëri i tij kishte prekur diçka brenda meje, që nuk mund ta mohoja më, por ndërkohë, ndjeja edhe faj për motrën time, për dashurinë e saj, për çdo moment që ajo do të besonte se gjithçka ishte e përkryer. Ndërgjegja ime dhe zemra ime ishin në luftë. Ditët e mëpashme ishin të mbushura me tension të heshtur. Çdo mesazh nga ai më bënte të ndjehesha e trazuar, dhe çdo bisedë me motrën përjetoja një ndjesi të çuditshme. Fillova të vërej se çdo gjë që ai bënte për mua, çdo kujdes i vogël, nuk ishte vetëm vëmendje familjare, por një shenjë ndjenjes së tij të fshehur. Kjo më bënte të ndihesha e ngatëruar. Dëshira për të, frika nga pasojat dhe dashuria për motrën time po luftonin brenda meje. Një mbrëmje, ai më shkroi një mesazh të thjeshtë: "Takohuni vetëm një herë, të lutem, vetëm për të folur." Zemra ime filloi të rrah me ritëm të shpejtë. Takimi ndodhi në një park të qetë, larg shtëpisë dhe syve të gjithëve. Ai u ul pranë meje dhe tha: "Nuk mund të vazhdoj kështu. Ndjenja që kam për ty nuk do të zhduket. Çdo përpjekje për ta mohuar është e kotë. Ti je gjithçka që kam pritur pa e ditur." Unë e kuptova atë që përpiqesha ta mohoja. Ndjenja ishte e fortë dhe e sinqertë, por e gjithë kjo ishte një rrezik i madh. Çfarë do të thoshte kjo për motrën time, për familjen time, për çdo marrëdhënie që kisha? Çdo moment me të ishte i mbushur me një tërheqje të ndaluar, dhe çdo moment i heshtur ishte një pengesë që rriteshin mes nesh. Ditët dhe netët e mëpashme ishin një lojë ndaluar e shikimeve, mesazheve të fshehta dhe emocioneve të mbajtura në heshtje. Ai më fliste për ëndrat e tij, për momente që donte të kalonte me mua, dhe unë ndjehesha si në një ëndër të çuditshme, e lumtur, por gjithashtu e friksuar. Çdo kontakt i tij më bënte të kuptoja fuqinë e ndjenjës, por edhe rrezikun e pasojave. Në atë periudhë, fillova të kuptoj se dashuria e ndaluar nuk është thjesht emocion. Është një forcë që mund të shkundë botën, që të bën të ndjesh gjithçka në mënyrë ekstreme. Dhe ndërsa festat dhe angazhimet familjare vazhdonin, unë e dija se një histori e re po linte, një histori që do të sfidonte çdo parim, çdo marrëdhënie dhe çdo ndjenjë që kisha. Ditët pas zbulimit të ndjenjave të dhëndrit ishin një labirint emocional. Çdo herë që shikoja motrën time, buzëqeshja e saj e lumtur dhe emocionet e saj të përjetuara më përplasnin me realitetin e rrezikshëm që po ndodhte në heshtje. Ndërsa unë përpiqesha të dukesha e qetë, brenda meje ndjenja për dhëndrin po rritej çdo ditë, duke u bërë gjithnjë më e vështirë për të kontrolluar. Çdo mesazh i tij, çdo prekje e rastësishme, çdo shikim i gjatë më bënte të ndihesha si në një lojë të ndaluar që mund të shpërthente çdo moment. Një mbrëmje, pasi festa e dasmës kishte mbaruar dhe familja ishte shpërndar për të pushuar, ai më shkroi një mesazh të thjeshtë: "Duhet të flasim. Nuk mund të shtyjmë më." Zemra ime filloi të rrah me një ritëm të pakontrolluar. E dija se çdo takim me të ishte rrezik, por ndjenja që ndjeja për të ishte më e fortë se çdo logjik. Takimi u zhvillua në një kafene të qetë, larg syve të familjes. Ai u ul pranë meje, dhe për disa çaste heshtja mbushte ambientin. Pastaj, me një zë të ulët, pothuajse të dridhur, tha: "Çdo ditë që kaloj pranë teje, ndihem i ndaluar, por gjithashtu i gjallë. Nuk mund të vazhdoj të jetoj duke bërë sikur nuk ndjej atë që ndjej për ty." Ndjeva një dridhje të fortë,
një përzierje e frikës dhe dëshirës. E dija se çdo hap i bërë tani mund të ndryshonte përjetësisht marrëdhëniet brenda familjes. Por, ndërkohë, ndjenja ime për të ishte e pakontrollueshme. I thash, ti e di se nuk mund të ndodh. Motra ime, familja ime. Çfarë do të ndodhte nëse dikush zbulon diçka? Ai më shikoi me seriozitet dhe tha, e di, por nuk mund ta mohoj më. Çdo herë që të shoh, çdo fjalë, çdo buzëqeshje, ndjej diçka që nuk mund ta fsheh. Nuk mund të vazhdoj të jetoj në këtë ren për motrën tënde, kur zemra ime i përket teje. Një ndjenje e fuqishme më pushtoi. E dija se ndjenja ishte e sinqertë, por gjithashtu e ndaluar. Ishte një tension që po më shkatëronte nga brenda. Ndërkohë që rrëfeheshim, çdo prekje, çdo shikim, çdo fjalë e tij më bënte të ndjeja një tërheqje që nuk mund ta mohja. Ditët pas këtij takimi u bën më të vështira. Ai gjente mënyra të vogla për të qenë pranë meje, për të biseduar, për të ndarë momente të fshehta. Çdo kontakt ishte një shpërthim emocional, një përzierje e kënaqësisë dhe frikës. Një herë, ndërsa ndodhnim në kuzhinë gjatë një darke familjare, ai preku dorën time rastësisht, dhe një dridhje e fortë më pushtoi. Ai e pa reagimin tim, por buzëqeshi vetëm me një mënyrë që më tregonte se ndjenja ishte reciproke. Megjithatë, përgjegjësia për motrën time nuk më linte të isha e lirë. Çdo ditë mendja ime shqyrtonte mënyra për të shmangur situatat komprometuese, për të mos lënduar motrën dhe për të mos e shkatëruar familjen. Por zemra ime nuk mund të heshte. Ndërkohë, ai ishte gjithmonë aty, duke sfiduar heshtjen dhe rregullat, duke treguar një dashuri që nuk pranoi të fshihej. Një moment vendimtar ndodhi gjatë një udhëtimi të vogël familjar. Ishim në një resort pranë liçenit, dhe gjatë një shëtitje e pasdite, ai më ndaloi. Nuk mund të vazhdojmë kështu, tha ai. Ose e mohojmë përjetësisht këtë ndjenje, ose e përqafojmë dhe të përballemi me pasojat. Unë ndjeva një tension të papërshkrueshëm. Zemra ime i përkiste atij, por arsyeja më thoshte se çdo hap mund të shkatëronte lumturinë e motrës dhe harmoninë familjare. Ndërkohë, ndjenja ime për të ishte e pakontrollueshme, si një zjarr që diqte brenda meje dhe nuk mund të shuhej. Për të shmangur çdo vendim të nxituar, vendosëm të krijonim distancë të vogël, por kjo ishte një betejë e vështirë. Çdo mesazh, çdo shikim i tij gjatë ditëve të zakonshme familjare, më bënte të ndjeja një ngacmim të fuqishëm të zemrës. E dija se ndjenja ishte e rrezikshme, por gjithashtu e papërmbajtshme. Në këtë periudhë fillova të kuptoj thelbin e dashurisë ndaluar. Ajo është e fuqishme, intensive dhe shkatëruese, por njëkohësisht e bukur në mënyrën e saj të jashtëzakonshme. Çdo moment me të, çdo fjalë e fshehtë, çdo shikim që ndante më bënte të ndjeja një ndjesi që nuk mund ta përshkruaja me fjalë. Kulmi i tensionit arriti gjatë një darke familjare të madhe, kur motra ime dhe dhëndri ishin përqafuar dhe dukej se gjithçka ishte perfekte. Ai më shikoi nga larg dhe buzëqeshi në mënyrë të fshehtë, një shenjë që vetëm unë e kuptoja. Ajo buzëqeshje më bëri të kuptoja se çdo përpjekje për të fshehur ndjenjat ishte e kotë. Ndërkohë, ndjeva një përgjegjësi të madhe për motrën, por edhe një tërheqje të pakontrollueshme që nuk mund ta mohoja më. Në atë moment, e kuptova plotësisht se historia jon ishte e komplikuar dhe e rrezikshme, por gjithashtu e pandalshme. Çdo vendim që merrnim, çdo hap i bërë, do të kishte pasoja të mëdha. Dhe kështu, ndërsa nata përfundoi dhe festa u mbyll, unë mbeta me një ndjesi të dyfisht, lumturi për ndjenjat e mia të fshehta dhe frikë për pasojat që mund të sillnin. Kjo pjesë ndërton kulmin emocional dhe tensionin dramatik. Ndjenja e ndaluar bëhet më e fuqishme, ndërsa përgjegjësia ndaj motrës rritet, duke krijuar një situatë të paparashikueshme. Pas ditëve të mbushura me tension dhe ndjenja të pazakonta, erdhi momenti që unë nuk e kisha imagjinuar kurrë, një konfrontim i drejtpërdrejt me motrën time. Nuk ishte diçka që e doja, por situata po bëhej e papërballueshme. Çdo bisedë zakonshme, çdo shikim i përbashkët gjatë familjes, çdo prekje rastësishme e tij më kujtonte se ndjenja ishte reale, e papërmbajtshme dhe mbi të gjitha e ndalua. Gjithçka nisi një pasdite kur motra ime më pyeti në mënyrë të qetë, por me një nënkuptim që e ndjeja menjëherë. Po shikon ndonjë gjë të veçantë në burrin tim? Fjalët e saj më tronditën. Nuk ishte një akuzë, por një dyshim që nuk mund të injoroja. Zemra ime filloi të ra me një ritëm të shpejtë. Çfarë do t'i thosha? Si mund ta shpjegoja ndjenjen që po më priste brenda, pa e lënduar atë apo pa shkatëruar lumturinë e saj? Ishte një moment i rëndësishëm. E mora frymën thellë dhe i thash: "Unë nuk e di si të ta shpjegoj, ka diçka që nuk është e thjeshtë, por nuk dua të lëndoj kurrë."
Ajo më pa me një kombinim trishtimi dhe shqetësimi, duke kuptuar se diçka po ndodhte, por pa ditur të vërtetën e plot. Pas disa çaste sheshtjeje, ajo tha: "Unë dua të besoj se nuk ka asgjë mes teje dhe ti. Nuk dua ta humbas motrën time, dhe nuk dua që kjo ditë e bukur të kthehet në tmerr." Këto fjalë më preknin në thellësi. Ndjeva dhimbje, por edhe një përgjegjësi të madhe. Çdo ndjenjë që kisha për dhëndrin ishte ndaluar, por e sinqert. Ai më kishte bërë të ndjeja gjëra që nuk mund të mohoheshin, dhe tani ishte momenti të zgjidhja. Të vazhdoja ta mohoja këtë ndjenjë ose të pranoja pasionin që po diqte brenda meje. Ditët e mëpashme ishin një labirint i emocioneve. Ai vazhdonte të më kërkonte shikimin dhe kontaktin. Çdo mesazh i tij ishte i ngarkuar me një ndjenjë të papërshkrueshme. Dhe unë, ndërsa përpiqesha të shmangja situatat komprometuese me motrën, ndjehesha gjithnjë me e kapur në rrjetën e emocioneve. Një pasdite, ai më telefonoi dhe tha: "Duhet të flasim vetëm ne. Nuk mund të vazhdojmë të fshehim diçka kaq të madhe." U takuam në një vend të largët, ku askush nuk mund të na ndjekte. Ai më shikoi me një intensitet që më dridhte çdo qelisë të trupit. "Çfarë do të bëjmë?" e pyeta me një zë të dridhur. Ai tha: "Çfarë do që të zgjedhësh, unë do të jem aty, por nuk mund të vazhdoj të gënjej për ndjenjat e mia. Nuk mund të jetoj një jetë në ren, kur zemra ime është me ty." Një pjesë e imja dëshironte të largohej, të mbante distancë dhe të ruante lumturinë e motrës. Por zemra ime nuk dëshironte të shmangej asaj tërheqjeje të fuqishme që po rritej çdo ditë. Ishte një dilemë e tmerrshme: të zgjedh dashurinë e ndaluar dhe të përballem me pasojat, ose të gënjej vetveten dhe të shkatërroj ndjenjat e mia të vërteta. Pasi u ktheva në shtëpi, vendosa të përballem me motrën dhe t'i flisja për situatën. Shumë minuta heshtje ndodhën para se ajo të thoshte: "Unë e ndjej se diçka po ndodh. Nuk mund ta mohoj, por dua të jem e sinqert. Unë dua të kuptoj." Fjalët e saj më tronditën. Nuk e prisja këtë hap të saj. Ajo nuk ishte akuzë, por një hap drejt të vërtetës dhe dialogut. I tregova gjithçka: ndjenjat e mia për dhëndrin, momentet e fshehta, pasionin e ndaluar që nuk mund ta mohoja. Ajo më dëgjoi pa ndërprerje, me sytë e mbushur me lot dhe një hidhërim të lehtë. Por, në vend të zemërimit, ajo tha diçka që nuk e prisja: "Është ndaluar, po e kuptoj, por gjithashtu nuk mund të mohoj ndjenjat. Nëse ndjenja është kaq e fortë, nuk mund ta frenoj dot, por duhet të mendojmë për pasojat. Duhet të jemi të kujdesshëm." Ky moment ndryshoi gjithçka. Nuk kishte më fshehje, nuk kishte më dyshime. Të gjithë e dinim se ndjenja ishte reale, e ndaluar, por e sinqert. Tensioni nuk u zhduk, por të paktën tani e dinim se ku disa ndodheshim. Ai vendim për të folur hapur dhe për të pranuar ndjenjat e ndaluara ishte vetëm fillimi. Tani rruga që do të ndiqnim do të ishte e vështirë dhe e rrezikshme, por gjithashtu e fuqishme dhe e pandalshme. Zemrat tona ishin të lidhura në një mënyrë që nuk mund të mohohej. Pas konfrontimit të hapur me motrën time, bota ime ishte kthyer në një teren emocional të pasigurt. Të gjithë e dinim se ndjenja ekzistonte, por prania e saj, e motivuar nga përgjegjësia dhe dashuria për motrën, na detyronte të lëviznim me kujdes. Çdo hap i gabuari mund të shkatëronte marrëdhëniet, familjen dhe lumturinë e përbashkët që motra kishte ndërtuar me dhëndrin. Ditët pas atij momenti ishin të mbushura me tension të fshehtë. Ai gjente mënyra të vogla për të më dërguar shenja të dashurisë së tij, por gjithmonë duke respektuar prezencën e motrës. Çdo buzëqeshje, çdo shikim, çdo prekje rastësishme në shtëpi ishte një lojë e rrezikshme e ndaluar, një lojë që na mbante të dy të gjallë emocionalisht, por gjithashtu të tensionuar deri në skaj. Një pasdite, gjatë një udhëtimi familjar pranë liçenit, situata arriti kulmin. Ishim të gjithë të mbledhur në një piknik të zakonshëm, por çdo gjë duke e tensionuar për mua dhe për të. Ai më mbajti dorën për një moment të shkurtër, kur askush nuk po shikonte, dhe ajo ndjesi elektrike më pushtoi. Ishte e qartë se ndjenja mes nesh nuk mund të mbetej e fshehur më gjatë. Motra ime, duke ndjer diçka, më afroi në anë dhe më tha: "Unë e di se diçka po ndodh. Nuk do të humbas, por nuk mund ta injoroj më. Çfarë do të bëjmë?" Ishte momenti i vendimit. E dija se çdo hap do të kishte pasojë të mëdha. Në atë çast, dhëndri u afrua pranë nesh dhe tha: "Unë nuk mund të vazhdoj të gënjej për ndjenjat e mia. Të dua ty, por gjithashtu dua të respektoj motrën dhe familjen. Çdo vendim që do të marrim duhet të jetë i matur, i mençur dhe i drejtpërdrejtë." Pas diskutimeve të gjata dhe të ndjeshme, vendosëm se do të krijonim distancë,
dhe do të përpiqeshim të kuptonim ndjenjat tona pa dëmtuar familjen. Por, ndërsa ditët kalonin, ndjenja jon bëhej gjithnjë më e fortë. Çdo mesazh, çdo kontakt i vogël, çdo bisedë fshet ishte një përforcim i asaj që nuk mund të mohohej. Një mbrëmje, pasi familja kishte shkuar në shtrat dhe shtëpia ishte e qetë, ai më gjeti në dhomën time. Ne nuk mund të vazhdojmë kështu, tha me një zë të ulët. Çdo moment i humbur është një moment i humbur për të ndjerë atë që ndjejmë. E dija se po përballej me një zgjedhje. Të vazhdoja të mohoja ndjenjat dhe të ruaja lumturinë e motrës, ose të pranoja pasionin që po dishte brenda meje dhe të përballej me pasoja. Zemra ime nuk mund të heshte më, ndërsa ai mbante dorën time dhe më shikonte në sy. Ndjeva se çdo frikë, çdo pengesë ishte e pavlefshme përballë asaj që ndjem të dy. Vendimi u bë atë natë. Nuk ishte i lehtë, nuk ishte i thjeshtë, por dashuria jon, ndjenja e ndaluar, ishte e fortë dhe e pandalshme. Të dy e dinim që rruga që na prisnin ishte e rrezikshme dhe mbushur me sfida, por gjithashtu e bukur në mënyrën e saj të jashtëzakonshme. Pas këtij vendimi, ditët u mbushën me tension, pasion dhe një ndërgjegjësim të thellë për pasoja. Çdo shikim i fshehtë, çdo prekje e vogël, çdo fjalë ndaluar ishte një konfirmim se ndjenja jon nuk mund të fshihej. Por ne gjithashtu mësojmë të jemi të matur dhe të mençur, duke respektuar familjen, duke kuptuar se dashuria e ndaluar kërkon kujdes dhe inteligjencë. Ditët e mëpashme ishin një lojë e ndaluar mes emocioneve dhe përgjegjësive. Çdo takimi i fshehtë me të ishte një shpërthim i pasionit që nuk mund të mbahej më, por gjithmonë me frikën e një zbulimi që mund të shkatëronte gjithçka. Ishte një ndjenjë e përzier, gëzim i papërmbajtshëm dhe ankth i thellë, që na mbanin gjithmonë në kufirin mes ëndrrës dhe realitetit të rrezikshëm. Ai gjente arsye të vogla për të më afruar, biseduar, për të ndarë momente të fshehta që nuk mund t'i tregoni maskujt. Një prekje e dorës, një buzëqeshje e ngrohtë, një mesazh i fshehtë, çdo gjë ishte një sinjal se ndjenja jon ishte e vërtetë dhe e fuqishme. Dhe ndërkohë, zemrat tona po rriteshin me një pasion që nuk mund të përshkruhej me fjalë. Një pasdite, gjatë një udhëtimi për ta shfrytëzuar bukurinë e natyrës, u gjetëm vetëm pranë një liçeni të qetë. Ai më mbajti dorën dhe tha: "Çdo moment me ty është më i rëndësishëm se gjithçka tjetër. Nuk mund të jetoj pa të." Shikimi i tij i sinqert më shokoi. Nuk kishte më fshehje, nuk kishte më frikë, vetëm pasion, dëshirë dhe një ndjenje që po diçte brenda nesh. Por sfidat ishin të mëdha. Çdo hap i ndaluar kishte pasojat e veta. Motra ime ishte gjithmonë pranë nesh në familje, dhe çdo gabim mund të shkatëronte marrëdhëniet e të gjithëve. Kjo na detyroi të jemi të zgjuar, të fshehim çdo gjurmë dhe të krijonim një realitet të dyfisht. Jashtë gjithçka dukej normale. Brenda, ndjenja jon diçte pa pushim. Mes fshehtësisë dhe pasionit, ne mësuam të lexonim çdo shenjë të vogël. Një buzëqeshje e fshehtë, një prekje e lehtë, një mesazh i koduar. Çdo gjë ishte një komunikim i fshehtë që vetëm ne e kuptonim. Dhe ndërkohë, ndjenja jon po rritej çdo ditë, duke u bërë më e fuqishme dhe më e vështirë për t'u kontrolluar. Një natë, ai më mori në një shëtitje të gjatë nëpër qytet. Ndërsa ecnim në rrugët e ndriçuara nga dritat e qirinjve, ai më tha: "Dua të qëndroj me ty, por gjithashtu dua të mbroj motrën dhe familjen." Çdo hap është një betejë mes pasionit dhe përgjegjësisë. Këto fjalë përkufizonin gjithçka që ndjenim, një dashuri e ndaluar, por e sinqertë dhe e fuqishme, e cila kërkonte guxim dhe mençuri për t'u mbajtur gjallë pa shkatëruar gjithçka që donim. Ndërsa lidhja jonë e fshehtë vazhdonte, rreziku po bëhej gjithnjë më i madh. Çdo moment i vogël mund të shërbente si një shenjë që mund të zbulohej nga dikush tjetër. Ne e dinim që çdo hap i pakujdesshëm mund të rrëzonte lumturinë e motrës dhe harmoninë e familjes. Por ndjenja jon ishte e fuqishme, dhe çdo përpjekje për ta mohuar ishte e kotë. Një pasdite, gjatë një drekë familjare të zakonshme, ndodhi diçka që na rriti tensionin. Ai papritmas u afrua dhe, duke prekur dorën time, më tha: "Duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Një gabim mund të shkatërrojë gjithçka." Unë e kuptova menjëherë se ai kishte të drejtë. Motra ime ishte aty pranë, duke qeshur, duke folur, dhe çdo gjest i vogël që ne bënim mund të kishte pasoja. Por ndjenja jon ishte aq e fuqishme, sa çdo përpjekje për ta mohuar ishte një betejë e humbur. Pas këtij momenti, vendosëm të shmangnim çdo kontakt publik dhe të ruanim çdo shenjë të fshehur. Por ndjenja jon nuk u ndal. Çdo mesazh i fshehtë, çdo takim i shkurtër jashtë syve të tjerëve, ishte një përforcim i pasionit që nuk mund të mbahej më. Një natë, ai më gjeti të vetme në oborrin e shtëpisë dhe më tha: "Nuk mund të vazhdojmë kështu.
Çdo moment që kalojmë në fshehtësi është një torturë, por nuk mund të shmangim ndjenjat tona. Ishte e qartë se ndjenja jon po kërkonte të shpërthente. Zemra ime rrihte me një ritëm të shpejtë, ndërsa ndjeja një kombinim të pasionit dhe frikës. Çdo fjalë, çdo shikim i tij më tregonte se ndjenja ishte e vërtetë dhe e pandalshme. Por rreziku nuk vinte vetëm nga prania e motrës. Një nga mysafirët e zakonshëm i familjes filloi të vëzhgonte sjelljet tona. Ai nuk kishte dëshmuar asgjë, por unë ndjeja tensionin në ajër. Çdo lëvizje, çdo buzëqeshje, çdo prekje rastësishme duhet të ishte e kujdesshme. Dhe kjo rritje e tensionit e bënte lidhjen tonë edhe më të fortë dhe më të ndaluar. Ditët pas këtij incidenti ishin të mbushura me takt, kujdes dhe pasion të fshehtë. Ai dhe unë mësonim të komunikonim vetëm me shenja të vogla. Një buzëqeshje, një shikim, një prekje e lehtë. Çdo gjest ishte një shenjë e dashurisë që nuk mund të shprehej me fjalë. Dhe ndërkohë, tensioni dhe pasioni po rriteshin çdo ditë, duke e bërë çdo moment më të papërballueshëm dhe më intensiv. Në këtë fazë, ishte e qartë se ndjenja jon nuk mund të mbetej e fshehur për shumë kohë. Çdo ditë, çdo takim i fshehtë, çdo mesazh i koduar ishte një përballje me rrezikun dhe një provë e pasionit ton të ndaluar. Dhe ndërkohë, ndjenja jon po bëhej gjithnjë më e fuqishme, e pandalshme, duke e çuar historinë drejt momentit të kulmit. Ditët e fshehtësisë nuk mund të vazhdonin pafundësisht. Një mbrëmje, gjatë një darke familjare të zakonshme, një gabim i vogël bëri që gjithçka të rrezikohej. Një shikim i pakujdesshëm, një buzëqeshje e tejskajshme, një prekje që nuk mund të fshihej, dhe një mysafir i familjes e pa atë që nuk duhej. Ai që e pa menjëherë filloi të hedhë dyshime, duke pyetur në mënyrë të paqëllimshme: "Çfarë po ndodh midis jush?" Atmosfera u bë e rëndë. Zemra ime rrihte fort, ndërsa shikimi i dhëndrit përputhej me timin në një heshtje të thellë. Ndjenja jon nuk mund të mohohej më. Motra ime ndjeu diçka, por nuk e kishte marrë ende vesh të vërtetën. Ajo filloi të shikonte me kujdes sjelljet tona, duke ndjerë tensionin dhe ndjesinë e fshehur që po rritej. Një shprehje shqetësimi dhe trishtimi u shfaq në fytyrën e saj. E kuptova se çfarë po vinte. Një përballje e pashmangshme me realitetin. Pasi festa përfundoi, motra më tha: "Dua të flas me ty, tani. Nuk mund të injoroj më atë që ndjej dhe po shoh." Ishte një moment i tmerrshëm dhe emocional. E dija se gjithë historia po dilte në dritë. Nuk kishte më fshehje, nuk kishte më mundësi të fshihej ndjenja jon. Çdo sekondë ishte e mbushur me frikë dhe ankth, por gjithashtu me një tërheqje të papërmbajtshme që nuk mund ta mohoja. Në këtë konfrontim, motra më pyeti drejt për drejt: "Çfarë po ndodh mes teje dhe burrit tim?" Fjalët e saj ishin të qarta, të drejta dhe të dhëmshme. Zemra ime ndjeu një dhimbje të madhe për trishtimin e saj, por njëkohësisht një lehtësim, sepse nuk kishte më fshehje. E dija se duhej të isha e sinqert, pa asnjë justifikim. I tregova të gjithë të vërtetën. Ndjenjat e mia për të, pasionin e ndaluar, momentet e fshehta dhe dëshirën që nuk mund ta mohoja. Ajo filloi të qante, por pas lotëve të parë, një heshtje e rëndë mbuloi dhomën. Ajo nuk mund ta besonte, por gjithashtu kuptonte se ndjenja ishte e vërtetë. Dhëndri erdhi pas disa minutash dhe gjithçka u bë e qartë. Ai pranoi gjithçka, duke treguar se ndjenja jon ishte reale dhe e sinqertë, por gjithashtu e ndaluar. Ishte një moment i fuqishëm dhe emocional, ku të gjithu përballën me realitetin. Pas zbulimit të papritur, ajri ishte i mbushur me tension dhe emocione të përziera. Motra ime ende po përpiqej të kuptonte ndjenjat tona dhe të përballonte trishtimin e saj. Në të njëjtën kohë, ne ishim të vendosur të mos shkatëronim familjen, por gjithashtu nuk mund të mohonim pasionin dhe dashurinë që ndjenim. Pas shumë bisedash të ndjeshme dhe takimesh të qeta, vendosëm një rregull: çdo hap që merrnim duhet të ishte i matur dhe i respektueshëm ndaj motrës. Ajo, megjithse e lënduar, pranoi të kuptoj se ndjenja jon ishte e sinqertë dhe e fortë. Ishte një hap i guximshëm për të gjithë, të pranonim të vërtetën, por të ruanim dashurinë familjare dhe respektin. Një mbrëmje, ndërsa ishim të tre në sallon pas darkës, motra më tha me një zë të qetë, por të vendosur: "E kuptoj që nuk mund të ndalosh zemrën tënde, por dua të dish se do të përpiqem të ruajmë marrëdhëniet tona dhe familjen. Nuk do të ndaloj dot atë që ndjeni, por dua që gjithçka të ndodhë me maturi dhe kujdes." Fjalët e saj ishin një shpëtim i paparashikuar për zemrën time. Ajo nuk na kundërshtoi, nuk na refuzoi. Ajo pranoi realitetin dhe dhuroi një hapësirë për të ndërtuar diçka të re, edhe pse me rrethana të komplikuara.
Dhëndri dhe unë vendosëm të shfrytëzojmë këtë hapësirë me mençuri. Secili takim, çdo bisedë dhe çdo moment i ndaluar u bë më i kujdesshëm, por gjithashtu më i thellë emocionalisht. Ne e kuptuam se pasioni i ndaluar kishte forcën të na bashkonte në mënyra që nuk mund të mohoheshin, por duhej të balancohej me përgjegjësinë dhe respektin ndaj motrës. Gjatë javëve të mëpashme, ndjenja jon u forcuan. Çdo sfidë që kaluam na bëri më të fortë dhe më të lidhur. Motra, duke parë sinqeritetin ton, filloi të shikonte situatën me më shumë qetësi dhe mirëkuptim. Ishte një proces i vështirë, i dhimbshëm, por gjithashtu i ndërtuar mbi sinqeritet dhe dashuri të thellë. Në këtë fazë, ne mësuam se dashuria e ndaluar nuk është thjesht një emocion i ndaluar. Ajo është një forcë që mund të rrisë karakterin, të forcojë marrëdhëniet dhe të mësojë maturi, guxim dhe sinqeritet. Çdo ditë ishte një provë, por gjithashtu një mundësi për të përmirësuar marrëdhëniet dhe për të ruajtur dashurinë në mënyrë të ndershme dhe të respektueshme. Ditët pas vendimit për të pranuar ndjenjat tona ishin të mbushura me një përzierje të fuqishme emocionesh: pasion, lehtësim, frikë dhe lumturi. Motra ime, duke parë sinqeritetin ton dhe përpjekjet për të ruajtur respektin dhe harmoninë familjare, filloi të pranonte situatë. Ishte një hap i jashtëzakonshëm, i guximshëm dhe i dhimbshëm në të njëjtën kohë. Ai dhe unë mësojmë të jetojmë me një pasion të fshehtë, të fuqishëm, por të mençur. Çdo moment i ndar, çdo prekje e fshehtë, çdo fjalë thënë me kujdes, na bashkonte më shumë dhe na bëhej një provë e dashurisë së vërtetë. Ndjenja jonë e ndaluar nuk ishte thjesht një emocion, por një lidhje e thellë që na mësoi durim, guxim dhe sinqeritet. Një ditë, gjatë një shëtitjeje në natyrë, u ulëm pranë një liçeni ku gjithçka kishte filluar të merrte formë. Ai më mori dorën dhe më tha me një zë të ngrohtë dhe të qetë: "Çdo moment me ty është më i vlefshëm se gjithçka tjetër." Nuk ka pasur asnjëherë një dashuri kaq të fuqishme dhe të sinqertë. Unë buzëqesha dhe ndjeja një lehtësim të madh. Ishte një ndjenjë e çliruar. Pasioni ynë ishte i pranuar, respekti ndaj familjes ishte i ruajtur, dhe ne kishim ndërtuar një ekuilibër të brisht, por të fuqishëm, mes dashurisë së ndaluar dhe përgjegjësisë morale. Motra ime u ul pranë nesh dhe tha: "E di se kjo nuk ishte e lehtë për askënd, por e shoh sinqeritetin tuaj dhe e kuptoj që ndjenja është reale. Do të përpiqem të jem e fortë dhe të mbaj harmoninë brenda familjes." Ai dhe unë e morëm këtë moment si një dhuratë të jashtëzakonshme. Nuk kishte më fshehje, nuk kishte më rrezik të vazhdueshëm, por vetëm një marrëdhënie të ndërtuar mbi sinqeritet, dashuri dhe kujdes të ndërsjellë. Historitë e ndaluara shpesh janë të mbushura me tension dhe pasion, por ky fund tregoi se me maturi, guxim dhe ndershmëri, ndjenja më e fuqishme mund të gjejë rrugën për të mbjetuar. Ai dhe unë, duke respektuar motrën dhe familjen, krijuam një lidhje që ishte e fshehtë për disa, por e ndritur dhe e bukur për ne. Në fund, çdo përpjekje, çdo ndjenjë ndaluar, çdo sfidë dhe çdo moment i fshehtë kishte çuar në këtë pikë ku dashuria, pasioni dhe përgjegjësia bashkoheshin në një ekuilibër të rrallë dhe të veçantë. Ne e kuptuam se dashuria e ndaluar mund të jetë një dhuratë, një mësim dhe një forcë e madhe që ndryshon jetën, kur pranohet me sinqeritet dhe mençuri.